të helmuar në Gramsh mbajtën sot një protestë ku kërkuan zbardhjen e ngjarjes dhe dënimin e përgjegjësve për gjendjen ku ndodhen fëmijët. Nelsa SHPK është kompania që po mbahet në qendër të hetimeve lidhur me helmimin e fëmijëve të kopshtit në Gramsh. Dyshohet se ajo e furnizoi kopshtin me ushqime të prishura. 3 shqiptarë kanë humbur jetën dhe 6 të tjerë kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti fatal në Gjermani. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TVADEO. Një javë pasi fëmijët ju sëmurën në kopsht duke u infektuar me salmonel, prindrit në qytetin e Gramshit mbajtën sot një protestë ku kërkuan që ngjarja të zbardhet dhe përgjegjësit të dënohen. Ata thonë se nuk janë të sigurt që fëmijët i kthejnë përsëri në kopsht. Prindrit e fëmijëve të infektuar me salmonel në kopshtin e qytetit të Gramshit mbajtën sot një protestë ku kërkuan që institucionet të garantojnë zbardhjen e plotë të kësaj çështje që i ka shqetësuar tepër. Teksta folën për mediat, prindrit treguan se fëmijët janë sëmurur që javën e shkuar dhe i kanë dërguar në spital të hënën e datës 19 maj. Pas kryerjes së analizave, disa prej të vegjëlve kanë rezultuar të infektuar dhe kanë marrë ndihmë në spital. Prindrit thonë se tani që kanë kaluar 8 ditë nga paraqitja në spital, gjendja e fëmijëve është përsëri jashtë normalitetit, e shoqëruar me dhimbje të vazhdueshme barku, stomaku, diare dhe temperaturë. Ata thonë se nuk ndihen të sigurt për të rikthyer fëmijët në kopsht, duke shprehur shqetësimin se një situatë e tillë mund të përsëritet. Ne kemi qenë shumë të shqetësuar. Fëmia im ka qenë të martën që është infektuar. Mjekja na dha ilaçe dhe pas mjekimit është disi më mirë. Ka rënë temperatura, por dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk dim se sa do zgjasin. Unë nuk jam i sigurt për ta çuar prap fëmijën në atë kopsht, pasi nesër mund të ndodh prap, tha një prind. Djali im është i konfirmuar me salmonel. Njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të hënën se fëmia shfaqi temperaturë. Sot po bëhen 8 ditë dhe dhimbja e barkut, e stomakut, diarea dhe temperatura vazhdon. Jemi të trembur, jemi në gjendje ankthi dhe shoku. Kërkojmë që të kemi siguri për ushqimin, tha nëna e një djali. Na keni helmuar fëmijët, jepni përgjigje. Unë do i bëj thirrje prokurorisë. Në prokurorinë tonë është një djalë nga Gramshi. I bëj thirrje Kreshnik Ajazit. Ndiqe këtë çështje mos e lër. Çoje deri në fund, tha një prind tjetër. Kompania Nelsa SHPK e kontraktuar nga Bashkia Gramsh për furnizimin me ushqim të kopshtit ku helmuan 70 fëmijë, është vendosur në qendër të hetimeve të prokurorisë si përgjegjëse për situatën. Kjo kompani rezulton me një të shkuar të dyshim pasi her pas here ka fituar tendra publik, të cilët janë shënuar me flamur të kuq. Kompania private Nelsa SHPK është vendosur në qendër të hetimeve të prokurorisë së Elbasanit si e dyshuara kryesore për helmimin masiv të fëmijëve në kopshtin e qytetit të Gramshit. Bashkia Gramsh kishte kontraktuar këtë subjekt për të furnizuar me ushqim çerdhet, kopshtet dhe konviktet e shkollës së mesme. Dyshohet se ushqimet e shpërndara së fundmi kanë qenë të prishura, duke çuar në një situatë alarmante shëndetësore. 10 fëmijë janë paraqitur me simptoma helmimi, si diare dhe dhimbje barku. Sipas dokumentave zyrtare, Nelsa SHPK e fitoi tenderin në vitin 2023, por procedura është shënuar me flamur të kuq për shkak të dyshimeve mbi skualifikimin e operatorëve të tjerë me oferta më të ulta. Megjithatë, Nelsa nuk është e panjohur në fushën e fitimit të kontratave me para publike. Kompania ka qenë prej vitesh aktive në tenderat me institucione të ndryshme shtetërore, përfshirë spitale dhe burgje. Her pas here, tenderat e fituar nga kjo kompani janë shënuar me flamur të kuq, duke paraqitur dyshime serioze për skualifikim të padrejtë të pjesëmarrësve. Aktualisht, Nelsa SHPK rezulton e regjistruar në emër të Elsa Kamberi Balla, vajzë themeluesi të kompanisë Nexhmi Balla. Ky i fundit është përballur më parë me drejtësinë, pasi në vitin 2016 u arrestua për korrupsion, duke akuzuar për manipulim të tendrave të ushqimeve në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Pas ngjarjes, për të siguruar vijimsinë e aktivitetit, ai ja kaloi pronësinë ligjore të kompanisë vajzës së tij, e cila e zotron ende edhe sot. Situata e fundit me fëmijët e vegjël në Gramsh ka kthyer edhe një herë tjetër vëmendjen te siguria ushqimore që konsumojnë qytetarët. Prindrit e fëmijëve dolën ditën e sotme në një protestë ku bën thirrje për drejtësi dhe përgjegjësi lidhur me ngjarjen që ndodhi. Kjo javë nisi me një aksident tragjik në aksin nacional Fier-Lushnje ku një automjet tip Volkswagen përfundoi në kanalin ansor të rrugës, ku si pasojë humbi jetën një 28 vjeçar. Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 4:30 minuta në rreth rrotullimin e kolonjës përgjatë aksit nacional Fier-Lushnje. Një 28 vjeçar identifikuar si Sergio Gogaj ka humbur jetën pasi ka humbur kontrollin e mjetit tip Volkswagen, që drejtonte dhe ka përfunduar në një kanal kullues anës rrugës. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë përgjumja e drejtuesit të mjetit.
e ndjekur nga shpejtësia e lartë që ka bërë që makina të përplaset dhe të thyej barierën e hekur të mbrojtëse. Trupi i pajet i viktimës është dërguar në morgun e qytetit të Lushnjës, ndërkohë pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar nëse vdekja ka ndodhur si pasojë e përplasjes apo përmbytjes në ujë. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Një aksident tragjik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së dielës në qytetin Koblenz në Gjermani, ku përpasoj 3 shqiptar kanë humbur jetën dhe 6 persona të tjerë janë plagosur. Një aksident tragjik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së dielës në qytetin Koblenz në Gjermani, ku 3 shtetas shqiptar kanë humbur jetën dhe 6 të tjerë janë plagosur. Sipas autoriteteve gjermane, ngjarja ndodhi rreth orës 3 në autostradën A48 në zonën e Bassenheim drejt Trierit. Një minibus me 9 persona doli nga rruga për arsye ende të paqarta dhe u përmbys disa herë. Fatkeqësisht 3 persona, një burr 53 vjeç dhe 2 gra 47 dhe 65 vjeçe, humbën jetën në vend. 6 të tjerë të moshave nga 20 deri në 66 vjeç mbetën të plagosur dhe u dërguar në spital, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Identitetet e viktimave dhe të plagosurve nuk janë bërë të ditura. Policia gjermane ka konfirmuar se drejtuesi i automjetit, një 42 vjeçar, nuk rezulton të ketë qenë në efektin e ndikimit të alkoolit apo drograve. Ata po ktheheshin nga një festë familjare në Hasen. Autostrada u mbyll plotësisht deri në orën 7:45 minuta, ndërsa në vend ngjarje ndodheshin 10 forca policie, ekipe emergjence, zjarr fikse dhe 4 psikologë të emergjencës për të ndihmuar të mbijetuarit. Hetimet për rrethanat e sakta të aksidentit janë ende në vijim. Xhevdet Plaku, që u arrestua nga Renea javën e kaluar, ka një të shkuar kriminale që nis në vitin 2004 me një vrasje, për të vazhduar mëtej me përfshirje në fushën e trafikut të kokainës nga Holanda në Itali. Në janar të këtij viti, Plaku bëri një aratisje nga një burg ku po vuante dënimin në Itali. Mbrëmjen e disa ditëve më parë, Renea arrestoi në një restorant në gjirën e Lalzit një nga emrat më të njohur të krimit shqiptar. Xhevdet Plaku, 45 vjeç, e njohur edhe me Novkën Akili. Ai ishte aratisur në janar nga burgu i Barcelonës në Itali dhe ishte kthyer fshirasi në Shqipëri. Por emri i Plakut nuk është i ri për drejtësinë. Historia e tij nis në vitin 2004 me një ngjarje të rëndë që do të hapte rrugën e një karriere të gjatë kriminale. Në 11 qershor 2004, në lagjen numër 15 të spitalës në Durrës, u vras Ajmir Sina, një 22 vjeçar që sapo kishte dalë nga burgu. Ai ishte dënuar me 1 vit e 6 muaj për trafikimin e një vajze të re, Nertila K, e dashura e Xhevdet Plakut. Sipas hetimeve, Sina i kishte propozuar vajzës që ta ndihmonte për të kaluar në Itali, për të bashkuar me Plakun, por më pas e kishte çuar në Rom dhe e kishte detyruar të ushtronte prostitucion. Ajo arriti të kthehej në Shqipëri në dhjetor 2001 dhe bëri kallëzim penal. Kur Xhevdet Plaku mësoi çfarë kishte ndodhur me të dashurën e tij, vendosi të merrte hak. Ai e ndoqi Sinën pas daljes nga burgu dhe e vrau me 3 pluma pranë shtëpisë së tij, në pranitë të familjarëve dhe vajzës të mitur të viktimës. Për këtë ngjarje, Plaku dënua me 21 vjet e 6 muaj burg, por pas një sër procedurash dhe mungesë provash, u lirua në vitin 2013. Pas lirimit, ai u largua nga Shqipëria dhe u vendos në Amsterdam, ku ndërtoi një grup të strukturuar kriminal për trafikun ndërkombëtar të drogës. Sipas hetimeve të agjensive të huaja, rjeti që drejtonte Plaku importonte tonelata kokaine nga Holanda dhe Belgjika në Itali, veçanërisht në zonën e Breshjas. Drogës i vendoseshin emra sipas markave të luksit, në varësi të cilësisë së saj. Hermes për kokainën më të pastër, e më pas Lacosta, Rolls-Royce dhe Playboy. Plaku nuk ishte vetëm një i përfshirë në trafik, por dyshohet se kishte një rol drejtues në këtë rrjet dhe përdorte 25 identitete të ndryshme për të shmangur ndjekjen. Madje sipas hetimeve, ai ka qenë shënjestra e një urdhri për ekzekutim nga Recep Arapi dhe në këtë plan kishte ndikuar dhe ish shefi i komisariatit të Shijakut Dedan Gjoni. Pas zbulimit të aktivitetit të tij kriminal, Plaku u kap dhe u ekstradua në Itali, ku po vuante dënimin, por në janar 2025 ai u aratis nga burgu i Barcelonës, duke i shpëtuar autoriteteve italiane. Për disa muaj qëndroi në arati, derisa net më parë u identifikua dhe u arrestua nga forcat Renea, teksa darkonte në një lokal në gjirën e Lalzit. Elda Gjakollari, zyrtarja e Bashkisë Tepelene, për folur për një skandal intim me ish-kryebashkiakun Tërmet Peçi, ka për një reagim të gjatë në rrjetet sociale duke mohuar çdo gjë që është raportuar. Sipas saj, një situatë pune është ndjerja çdo konteksti. Që gjatë fushatës zgjedhore të 11 majit, në media qarkulluan shkrime ku hidhnin dritë me një tradhti bashkëshortore në Këlqyr, ku të përfshirë ishin ish-kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi dhe një punonjëse e bashkisë e identifikuar si Elda Gjakollari.
Sipas raportimeve, kjo e fundit u kap mat nga bashkëshorti i saj, teksa ishte në makinë bashkë me tërmetin, duke bërë tërmet. Së fundmi, zyrtarja ka bërë një reagim të gjatë në rrjetet sociale, duke përgjigjëstruar lajmin që bashkëshorti i saj e kapi në moment të papërshtatshëm me kryetarin e saj. Ajo thosë se situata është keq kuptuar. Një situatë e thjesht puna është keq kuptuar duke u nxjerrë jashtë çdo konteksti. Mëtej ajo shton, asgjë nga ajo që është thënë nuk është e vërtetë. Elda thotë se bashkëshorti i saj nuk ka thënë asgjë nga ato që janë raportuar. Megjithatë, sipas raportimeve të mëparshme, ai ka kërkuar zyrtarisht divorcin pasi zbuloi ato që nuk i besonin syt. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.